Qëllimi i këtij koalicioni, kësaj marrëveshje, është që të bashkojmë forcat në funksion të asajna që bëjmë progres edhe ta ndryshojmë gjendjen vend. Kështu që kemi arritur dakordim të plot në gjitha pikat dhe jemi dakorduar dhe zotëtuar për një angazhim të përbashkët në ngritje të mirëqenies, në ruajtje të familjes, të identitetit tonë, por edhe në punë të cilat e presin vendin tonë si asnjëherë më parë. Sot kam kënaqësinë t'ju njoftoj se bashkë me zotin Ramoni dhe anëtar tjerë të listës Familja kemi bo marrëveshje për koalicion dhe bashkëpunim para dhe pas zgjedhjeve. Qëllimi i këtij koalicioni, kësaj marrëveshje, është që të bashkojmë forcat në funksion të asajna që bëjmë progres edhe ta ndryshojmë gjendjen vend. Tu përfshi ekonominë, drejtësinë, arsimin, shëndetësinë, energjinë, sigurinë dhe normalisht të pas kujdes edhe për mirëqenien dhe familjen. Unë jam i bindur se ky është një koalicion i qëndrueshëm dhe bashkarisht ne do të kemi sukses. Normalisht që do të kemi pjesëmarrje nga lista Familja në listën zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës dhe është vlerë shtune gjithë kandidatët për deputet që do të jemi në listë të përbashkët dhe une veç besoj sukses, besoj në korrektësi, edhe kështu do të jetë, edhe kështu do ta përfundojmë. Natyrisht që dua t'ju falenderoj publikisht këtu për çështjen konstruktive të negocimit të kësaj marrëveshje mes grupit të deputetëve që kemi qenë në kuadër të koalicionit për familje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi diskutuar natyrisht çështjen e zhvillimit, situatën me energjinë, aspektin social dhe shoqërinë e familjen në përgjithësi. Kështu që kemi arritur dakordim të plot në gjitha pikat dhe jemi dakorduar dhe zotëtuar për një angazhim të përbashkët në ngritje të mirëqenies, në ruajtje të familjes, të identitetit tonë, por edhe në punë të cilat e presin vendin tonë si asnjëherë më parë. Me kryetarin Hamza kemi pas bashkëpunime të vazhdueshme, andaj edhe si një figurë unifikuese dhe shumë profesionale, sidomos në çështjet ekonomike. Sot vendi ka jashtëzakonisht nevojë që ne të bashkojmë forcat dhe të bëjmë një rrugtim politik të dinjitetshëm ku vlerat cilat i kemi të përbashkëta të angazhojmë në punë të përbashkët dhe në mirëqenie. Edhe njëherë dua të falenderoj edhe kryetarin Hamza, por edhe prej këtu gjitha subjektet politike të cilat kemi negociuar gjatë kësaj kohe, që kanë qenë shumë konstruktive, sidomos Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirë po në këto zgjedhje neve kemi vendosur që bashkë rrugtojmë dhe të arrijmë marrëveshje me Partinë Demokratike. Natyrisht njëra ndër arsyet është edhe pse sot kemi kandidat për kryeministër kryetarin e Partisë Demokratike Bedri Hamza, me një punë të dëshmuar, profesionalizëm dhe mbi të gjitha ku sot më shumë ka nevojë shoqëria jonë, një unifikim, largim gjuhës, turrëties, nxitjes përçamjes dhe gjitha këto që po i shohim sot që është duke ndodhur në vendin tonë. Andaj shpresoj që ky bashkëpunim të jetë i suksesshëm, të jetë praktik dhe të jetë në dobi të qytetarëve të Republikës të Kosovës. Sa i përket bashkëpunimit, ne jemi të hapur gjithmonë të po interesat e Partisë Demokratike të Kosovës, po duke respektuar edhe kërkesat dhe interesat e subjekteve tjera politike. Do të thotë ne kemi treguar që kemi bërë hapje, kemi prurje të reja, njerëz profesioneve të ndryshme, të moshave të ndryshme, të gjinive të ndryshme, dhe sot e finalizuam edhe një marrëveshje me listën Familja, që është një vlerë e shtuar, jo vetëm për Partinë Demokratike të Kosovës, po unë jam i bindur që do të jetë për Kosovën, dhe jemi gjithmonë të hapur që në ardhmen gjatë rrugtimit tonë na bashkangjiten edhe të tjerë. Sa i përket mënyrës së garimit, si do të jetë kjo, sigurisht deri me datën 30 do të ketë kohë që do të mendojmë se cila do të jetë mënyra edhe forma më e mirë e garimit tonë përbashkë në këtë garë. Unë kam respekt për gjitha subjektet politike në Kosovë, iniciativat dhe gjitha ata që kanë ambicie dhe dëshirojnë me garue në këto zgjedhje. Na jemi në komunikime, deri me tash e keni pa këto që e kemi finalizu. Nëse do të ketë finalizim do një marrëveshje, një përgëtimi këtu para juve dhe do ta bëjmë publike.
Po, sidoqoftë, njerëzit kanë drejt me bo koalicione me ata që gjinën në interesa, unë e vlerësoj ato, dhe kush me kanë banë, prap do t'jenë të vlerësuar nga ona jonë. Se i përket legjislacionit, i cili ka mu procedu, na kemi një numër të madh të ligjeve, një prej tyre është i rëndësishëm edhe Kodi Civil, dhe Kodi Civil mos të reduktojmë rëndësinë e Kodit Civil në një pikë apo në diçka, sepse ne kemi një marrëveshje, ndërsa për çështje tjera specifike që mund vinë të ardhmen, na normalisht që e mbështesëm familjen edhe në aspektin social, edhe në aspektin e organizimit të gjitha tjerat, mirë po Partia Demokratike e Kosovës nuk është një parti edhe nuk është askush këtu në mesin tonë që ne dëshirojmë të kemi politika diskriminuese. Gjithçka mbrana kushtetutës, po gjithçka edhe mbrana rregullave, edhe normalisht duke respektuar gjithmonë edhe çështjen e familjes.